Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi konfliktin në lindjen e mesme ku Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën një sulm ndaj Iranit dhe ky i fundit ka nisur me sulmet e tij hakmarrëse, po ndërkohë do të prekim edhe realitetin politik shqiptar, ashtu siç e trajtojmë gjithmonë. Por për të kuptuar se çfarë po ndodh në lindjen e mesme dhe se çfarë po ndodh edhe në terrenin politik shqiptar, ne kemi të ftuar pedagogun dhe studiusin e shkencave politike në Universitetin CUNY në New York, zotin Grid Roy. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Roy, Irani, Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli kanë sulmuar Iranin duke hyrë në një kurs përplasje tashmë dhe lindja e mesme nuk po gjen qetësi. Çfarë po ndodh realisht me këtë konflikt ku po shohim që vijon dita ditës dhe sa rrezikon që të zgjerohet? Po, siç e kemi diskutuar më parë bashk, ne jemi në konturet e një lufte botërore e cila tani më po bëhet për herë më e nxehtë. Kjo nuk është thjesht një përballje midis Iranit dhe Shtetit të Bashkuara dhe Izraelit, por është një përballje e cila tani më po zgjerohet. Irani është përkujdesur, të themi kështu, që të përfshiti shumë vende të Gjirit Persik, ndër të cilat Arabinë Saudite dhe vendet e Gjirit Persik, siç janë Katari, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, por interesat që luhen në lojë janë të gjithbotshme, mund të themi, sepse është në lojë mundësia e anijeve rreth 25% të anijeve cistern me naftë që udhtojnë në gjirin e Hormuzit, apo qoftë edhe në detin e Kuq, të cilat tani më e kanë shumë të vështirë. Irani ka shpallur që do t'i sulmojë dhe nuk është çështja thjesht nëse arrin të kalojnë, por ajo që quhet sigurimi i këtyre anijeve ka marrë një çmim të jashtëzakonshëm, sepse kompanitë e sigurimeve të anijeve tani më nuk kanë më siguri që këto anije do të kalojnë. Pra, kemi të bëjmë me çmimin e naftës botërore, kemi të bëjmë me çmimin e gazit të lëngshëm, të cilin Evropa e zëvendësoi nga gazi rus. Më përpara, tani më ka zëvendësuar me gazin e Katarit, dhe njëri nga sulmet e dronëve iranian ishte pikërisht terminali i gazit lëngshëm në Katar. Pra është një çështje energjie, është një çështje ekonomike, është një çështje që ka të bëjë me financat e gjithë botës. Pra nuk do ta përkufizoja thjesht si një çështje midis Iranit dhe Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara, por është një çështje që përfshin shumë çka dhe shumë kënd. Të mos harrojmë që kemi dy fuqi botërore, siç janë Kina dhe Rusia, të cilat kanë shprehur solidaritetin e thellë me popullin iranian për humbjen e liderit tyre të madh, që ishte lideri i tyre suprem, që ishte Ayatollahu Khamenei. Ndaj pra kemi një ndarje të qartë të asaj që është gjykimi i disa vendeve të ndryshme të botës përmbi atë që ndodhi. Sulmi filloi me një tentativë të Izraelit dhe Shtetit e Bashkuara të Amerikës për të giotinizuar regjimin iranian, pra për t'i prerë kokën, siç mund ta themi në gjuhë më popullore, ku përveç Ayatollahut Khamenei, i cili është figurë jo vetëm shtetërore e Iranit, por është figurë fetare e të gjithë muslimanëve shia në gjithë botën, kudo që ata ndodhen. Përveç tij u eliminuan edhe rreth 40 krerë të organizatave ose të qeverisë dhe elitës iraniane. Pra kjo ishte një tentativë për të bërë një luftë të shpejtë, e cila do të mbyllej shpejt dhe për të krijuar kushtet që të ndryshonte regjimin Iran. Nuk duhet harrojmë që jemi ende në kushtet e asaj që quhet mjegulla e luftës. Ka shumë pak informacione reale që dalin, shumica e informacioneve janë propagandë nga të gjitha palët. Media perëndimore është nën embargo, ndërsa mediat sociale janë të
të pavërtetueshme, pra gjithkush thot gjithçka dhe asnjëra nga ato që lexohen nëpër mediat sociale nuk mund të vërtetohet, pra nuk mund të mbahet si e vërtetë. Megjithatë, disa të vërteta kanë dalë në pah në këto 4-5 ditët e para. E vërteta e parë është që shtetet perëndimore, pra Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një supremaci dominuese në qiell, në qiejt e Iranit, pra nuk gjenden në rrezik avionet luftarak amerikan dhe izraelit në qiejt e Irakut, pra mund sulmojnë këtë duan, kur të duan, në çfarë do lloj momenti. Por ka disa gjëra që gjithashtu janë vërtetuar nga media perëndimore si New York Timesi, edhe Irani ka pasur sukseset e veta. Pikës pari, sulmet me raketa ndaj vendeve të gjirit vazhdojnë. Pikës së dyti, disa nga sukseset e Iranit përfshin shkatërimin e njërës prej bazave më të mëdha amerikane, mos bazës më të madhe amerikane të Al Udeidit në lindjen e mesme, dhe së treti shkatrimin e një radari te i cili varen sistemet Patriot dhe THAAD antiaerore të mbrojtjes, i cili kushton rreth $1 miliard. New York Times kishte disa pamje satelitore që tregonin që ky radar është goditur nga raketa iraniane dhe ka psuar dëme të konsiderueshme. Ka fjalë për një radar të dytë, i cili është dëmtuar i ngjashëm me të parin, por kjo nuk është e vërtetuar. Pra secila palë ka pasur fitoret e veta dhe humbjet e veta. Ajo që shihet në horizont është që, ashtu siç i deklaroi presidenti Trump, lufta do të vazhdojë të paktën 4 javë, ndoshta edhe më tutje, dhe po shohim një lloj përshkallëzimi sepse ushtria amerikane po dërgon trupat të mëtejshme në rajon, që do të thotë që shanset janë, gjasat janë, përtej mjegullës, përtej asaj që ne nuk dim, që të ketë edhe trupa në terren, në një mënyrë ose në një tjetër. Në këtë rast, sa po reflekton Shqipëria përballë këtij konflikti, i cili duhet thënë se po merr për masa shqetësuese, gjë të cilën ju e keni trajtuar në një shkrim tuaj se Tirana do duhet kishte tjetër qasje, pasi kemi parë vetëm disa shkrime mbështetëse nga ana e kryeministrit Edi Rama kundrejt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. A mjafton vetëm kjo për të treguar mbështetjen në këtë aksion, apo Shqipëria do duhet kishte një qasje të tillë për të treguar se po themi po i merr masat e duara edhe për vetë si vend? Po të kishim një shtet serioz dhe po të kishim një qeveri dhe një opozitë serioze, të cilat mendonin realisht për fatet e kombit, duhet kishim një strategji të qartë, duhet kishim një qasje të qartë, duhet kishim mënyra të ndryshme për të reaguar për çështje të ndryshme, dhe i gjithë spektri i Parisë së Tiranës do duhet që të reagonte si një trup i vetëm në mbështetje të interesave tona, do duhet kishim bërë parapërgatitje me kohë për këto fenomene, të cilat nuk është se ishin të paparashikuara. Për sa kohë që i kam parashikuar unë dhe shokët e mi prej gati 15 viteve, sigurisht që ata që kanë më shumë informacion për kanalet shtetërore shqiptare do duhet kishin bërë punën e duhur dhe të kishin përgatitur pikës pari shtetin dhe pikës dyti njerëzit për këtë që po vjen. Mirë po, shteti jonë nuk është shtet normal, nuk është shtet real, nuk është shtet serioz, është shtet karagjoz. Është një shtet i cili merret me mustaqet e Çelos, është një shtet i cili merret me pasurimin me detyrën e vetme që ka, është pasurimi i Parisë së Tiranës, i atyre që janë pushtet. Është një shtet për hajdutët dhe jo për shqiptarët, dhe si i tillë nuk ka kryer asnjë nga detyrat e veta. Dhe tani më gjendemi të papërgatitur, dhe ato deklaratat qesharake janë deklarata mbështetëse të cilat nuk kanë asnjë lloj vlere. Nuk kanë asnjë lloj vlerë edhe për ata që i dëgjojnë. Pra, jeni të sigurt që as Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe as Izraeli nuk është që do kishin humbur ndonjë minutë nga gjumi i tyre, pavarësisht se nuk besoj që ka shumë njerëz në ato shtete që flen, që merren me këtë punë, që flen shumë këto kohë, sepse në kohë lufte gjumi është gjëja e fundit që vjen në mend, po nuk humbin gjumin ata sepse doli apo nuk doli qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare
ka kryer një detyrim i cili ishte formal dhe në realitet nuk ka kryer asnjë nga detyrat e veta, nuk ka bërë asgjë nga ajo që duhet. Fatkeqësisht kjo i përket edhe opinionit gjerë publik dhe ky ishte shkrimi im që paktën opinioni publik duhet ishte më i informuar dhe duhet kishte reagim më të thellë dhe më të fortë ndaj kësaj çështjeje. Për shkak se detyra kryesore e çdo parie, e çdo qeverie, e çdo shteti është që të krijojë mbrojtje për qytetarët e vet. Nëse shteti nuk i ofron mbrojtje qytetarëve të vet, ka humbur legitimitetin, pjesën kryesore të tij dhe shteti ekziston kot. Bëhet një shtet shtypës. Në momentin që shteti kthehet në një shtet shtypës, nuk i shërben me interesave dhe atëherë qytetarët e lënë atë punën e tyre dhe ngadalë i kundërvihen. Këtë unë kam dashur të nxjerr në pah që ky shtet po kthehet në një kundërvënës të interesave shqiptare, por ende nuk ka reagim nga njerëzit. Ndoshta njerëzit janë të painformuar si dhe sa duhet. Media merret me propagandë jashtëzakonisht shumë banale, vazhdojmë të merremi me të njëjtat gjëra që jemi marrë për 35 vite dhe nuk shohim atë që e kemi mu përpara syve, nuk shohim rrezikun që na kanoset, që kemi mu përpara syve dhe nuk shohim gjërat të cilat duhet kishin qenë në qendër të debatit publik. Ky ishte thelbi i atij shkrimit që nxorra para disa ditësh dhe besoj që është më së e qartë, është më së evidente që në Tiranë nuk ka ndjeshmëri për këtë punë. Të gjitha kalojnë duke parë lajmet në orën 7 ose në orën 8 dhe mendojnë se kaq është çështja e informimit. Ndërkohë që siç e thash më parë, për shkak të mjegullës luftës dhe të embargove të shumta, çdo gjë që shohim nëpër lajme është e pastruar mirë nga çdo pikë informacioni real. Në këtë rast, a do duhej që të mblidhej Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe që Shqipëria të ndërtonte një strategji të tillë për të përgatitur për çdo skenar, apo në këtë rast është e tepërt një gjë e tillë duke qenë se konflikti presupozohet se është larg Shqipërisë? Po e filloj nga kjo e dyta. Konflikti nuk është fare larg Shqipërisë, sepse kemi pasur deklarata të zyrtarëve iranianë të cilët shprehen se ka një numër të lartë zyrtarësh izraelitë, sidomos të shërbimeve izraelite të cilët veprojnë në Tiranë, duke e vendosur në mënyrë jo dhe aq indirekte, jo dhe aq jo të drejtë për drejtë Shqipërinë në vëmendjen strategjike të Iranit. Ne kemi një histori me Iranin, kemi qenë sulmuar nga Irani, pra nuk jemi aq larg çështjeve. Ne kemi një kamp të opozitës iraniane, të një palë të opozitës iraniane, një kamp i cili përdoret gjatë gjithë kohës për stërvitje ushtarake të tyre. Pra kemi shumë arsye ne për të qenë të shqetësuar nga kjo luftë dhe për të pasur përkujdesjet e duhura për shtetin shqiptar. Sigurisht ne nuk kemi aftësitë ushtarake që të ndihmojmë apo të bëjmë diçka për këtë çështje, po pikërisht kjo është çështja, ky është problemi. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare është gjë e fundit, sigurisht që duhet kishte ndodhur, sigurisht që duhet ishte marrë seriozisht këtë punë, por nëse mbledhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare sot në Shqipëri, me çfarë do të merret? Burimet që ne i kemi krijuar vetes janë minimale. Ne kemi një strategji kombëtare të mbrojtjes me anë të NATO-s, ne kemi shitur municionet, ne kemi shkatruar ushtrinë shqiptare, ne kemi shkatruar gjithë ato burime njerëzore që ekzistonin pas rënies së komunizmit, të cilat mund të ishin shfrytzuar për të modernizuar ushtrinë shqiptare. Ne kemi hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak dhe akoma nuk e kemi rivendosur atë, ndërkohë që gjithë Evropa e ka rivendosur, duke filluar tek Suedia, që e mbante veten si një vend jashtëzakonisht shumë paqësor që shërbimin ushtarak e përdorte për të shërbyer OKB-s. Pra, ne jemi shumë larg, ne s'kemi bërë asgjë. Pse? Sepse paria jonë mendon vetëm për veten e vet. Nuk e ka çështjen fare të shqiptarëve, shqiptarët janë gjëja e fundit, përkundrazi, në veprimet e saj të brendshme paria është përpjekur dhe vazhdon të përpiqet të shqiptarizojë Shqipërinë. Pra, një luftë në cilën viktima janë shqiptarët nuk e shqetëson fort parinë, për sa kohë që i kanë paratë e tyre të sigurta dhe pushtetin e tyre të sigurt. Sa rrezikohet Shqipëria në këtë rast, duke qenë siç e përmendëm që ka një bazë të opozitës iraniane, siç është ajo në Mans të Durrësit, apo
Irani tashmë është i fokusuar te bazat amerikane që gjenden në lindjen e mesme? Unë nuk mendoj që Irani ka prioritet Shqipërinë në këtë moment, për shkaqe të ndryshme strategjike dhe për shkak se elita iraniane dhe shteti iranian gjendet në një trysni të jashtëzakonshme. Bombardimet. Ua bëj këtë pyetje duke qenë se pati një sulm ndaj bazave britanike në Kipër, prandaj. E kuptoj, do dalë aty pa merak. Nuk mendoj që jemi në qendër të vëmendjes iraniane, por nëse përvijohet një skenar ku opozita që do të funksionojë, që ka ndërmend Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do të funksiononte si shtet i ri iranian pas rënies shtetit aktual ose të strukturave aktuale, në qoftë se do të ishin ata qendra e rikrijimit të një shteti më miqësor ndaj interesave të Izraelit dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëherë sigurisht që Shqipëria do të vendosen në qendër të vëmendjes. Por siç e thatë ju, ka arsye pse është sulmuar baza Bahreinit, pse është sulmuar Kipro, pse janë sulmuar vendet ku logjistika ku mbështetet aviacioni dhe marina amerikane. Pra, Irani është duke kryer pjesën e vet të luftës. Lufta nuk ka mbaruar dhe siç e thash më parë, të dyja palët kanë pasur sukseset e veta dhe humbjet e veta. Sigurisht që fuqia ajrore amerikane dhe e përbashkuar me atë izraelite është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe dëmet në Iran janë shumë të mëdha, por po aq të mëdha janë dëmet që janë shkaktuar nëpër bazat amerikane në lindjen e mesme dhe ka disa analistë të cilët po argumentojnë për ditë më shumë që nëse kjo luftë nuk mbyllet shpejt, baza e fuqisë amerikane, projektimit fuqisë amerikane në lindjen e mesme po rrezikohet jashtëzakonisht shumë. Ai lajmi për radarët e goditur është një lajm që duhet shqetësoj shumë kënd. Zoti Rojtë, zbresim pak në terrenin politik shqiptar ku Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste bëri ndryshimet në qeveri ku midis tyre shkarkoi edhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në këtë rast, ju si mendoni, çfarë pati Edi Rama që bëri këto ndryshime, duke qenë se deri dje ai krekosej me këtë ekip që do të çonte dhe Shqipërinë në Bashkimin Evropian? Kemi thënë më parë, udhëheqësia shqiptare dhe pikërisht dhe zoti Rama në veçanti nuk e shohin Shqipërinë si një vend ku shërbejnë, po e shohin Shqipërinë si një vend të cilin e kanë çiflik. Dhe çfarë thon publikisht nuk e kanë fare problem që ta hanë të nesërmen dhe të thonë të kundërtën e asaj të nesërmen. Kjo i përket si zotit Rama edhe kryetarit të ashtuquajturës opozit dhe gjithkujt tjetër që ka qenë pjesë e Parisë së Tiranës. Këta fjalë nuk e kanë problem. Pra nga ai pikëvështrim, zoti Rama nuk ka asnjë lloj problemi. Ka thënë shumë gjëra më parë të cilat i ka vërtetuar që nuk i ka pasur seriozisht, ashtu siç edhe kryetari i të ashtuquajturës opozit ka thënë shumë çka më parë për kundërshtarët e vet politik dhe më pas është ulur në tavolinë dhe ka bërë marrëveshje me ta. Pra, nga pikpamja e fjalës së mbajtur nuk është shumë problem, nuk e kanë mbajtur kurrë ndonjëherë fjalën këta. Ajo që ka më shumë rëndësi analitike në gjykimin tim, që është një vazhdimsi analitike asaj që kemi shprehur këtu bashkë dhe kudo tjetër ku më kanë thirrur për intervista, është fakti që zoti Rama nuk është që e shkarkoi. Përdoret kjo fjalë në mënyrë të gabuar nga mediat cilat i shërbejnë Paris Tiranës. Nuk u shkarkua Belinda Balluku, pati marrëveshje midis Belinda Balluku dhe Edi Ramës. Belinda Balluku e la postin vetëm pasi qeveria u angazhua haptazi dhe qartë dhe publikisht, dhe vetë zoti Rama u angazhua haptazi dhe qartë dhe publikisht në një luftë të pa ndryshueshme më për spakun. Pra në momentin që qeveria u angazhua dhe kryeministri i saj dhe kryeministri Rama u angazhua që të luftoj për të hequr dhëmballët e spakut, pra për të hequr legitimitetin, për të hequr mundësinë që të shkarkojë njerëz, për të hequr mundësinë që të bëj hetime
në rangjet më të larta. Çmimi që u pagua ishte që u largua nga posti Balluku dhe me arsyetimin se këtë po na kërkon dhe Evropa, po na kërkon gjithë dhe ishte një mënyrë për të mbyllur skandalin. Mirë po, kjo çështje nuk ka përfunduar, edhe nëse do t'ja lejoj imunitetin, që besoj që nuk do t'ja lejoj, po dhe nëse do të detyrohet në trysni që ta lejoj SPAK-un t'ja marrë imunitetin zonjës Balluku, përsëri kjo do t'jetë pjesë e marrëveshjes. Pra zonja Balluku me sa duket ka pranuar që të kryej penitencën, dënimin për të mbajtur qeverisjen në këmbë, që është një, por edhe ajo ka marrë atë garancinë se qeveria do të luftojë deri në fund për ta zhbërë këtë drejtësi, për ta ndryshuar mënyrën se si bëhet drejtësia dhe ajo do të marrë në fund fare, ka marrë garancinë që do të qëndroj brenda kontureve të kësaj parie dhe që nuk do t'i preken pasuritë dhe që nuk do të bëj burgun e gjatë, sepse siç tha edhe kryeprokurori Brau, ajo rrezikon të paktën 35 vjet në burg me ato çka janë të provuara deri më tani. Kështu që me këtë çfarë fitoi zoti Rama? Zoti Rama fitoi garancinë që zonja Balluku nuk do të bëhet e pendura e madhe e drejtësisë dhe do të nxjerrë gjithë kartat në shesh, të cilën ajo drejt për drejt, ose edhe në mënyrë jo të drejt për drejt, të tërthort e ka kërcënuar në një farë mënyrë. Pra, në këtë mënyrë, ju mendoni se ka një marrëveshje të heshtur midis Ballukut dhe Edi Ramës, pra ajo që nuk dihet publikisht, që vjen si pasojë e shantazheve që kjo e fundit i ka bërë kryeministrit, teksa dhe ditën e nesërme Kuvendi do të mbajë seancën plenare, por që nuk e ka përfshirë në rendin e ditës çështjen e Belinda Ballukut, sa i përket kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të saj. Në këtë rast, qeveria është duke mbrojtur me të gjitha mënyrat sepse Edi Rama shantazhohet nga Balluku, apo siç thatë ju është dhënë ajo garancia midis të dyve që nga njëra anë Edi Rama të mos psoj gjë si pasojë e denoncimeve që mund bënte Balluku në një moment caktuar dhe nga ana tjetër Balluku të marrë atë garancinë e saj që mund të kryej, po themi, një periudhë caktuar burgimi, ndryshe nga sa tha Braho që ajo rrezikon 35 vite burg. Nuk është thjesht çështje garancie midis dy palëve, Ballukut dhe Edi Ramës, është çështje garancie midis atyre rrjeteve kriminale dhe sindikatës ndërkombëtare të krimit që është mbrapa. Kjo duhet kuptuar me shumë kujdes. Pra, garancia nuk mjafton vetëm për personazhet, sepse duhet garanci për ata që janë mbrapa, duhet garanci për sistemin. Dhe me këtë lloj mënyre, me këtë lloj veprimi, Edi Rama ka dalë garanci për sistemin hajnor kleptokratik të gjithë Parisë Tiranës. Kjo është një marrëveshje që i shërben jashtëzakonisht shumë edhe të ashtu quajturës opozit, sepse ajo që nuk e thon njerëzit, që nuk e thon ato emisionet e darkës, ku flasin gjithë, ku gjithë dalin të ditshëm për gjithçka, por nuk thon që me një marrëveshje të tillë, në qoftë se SPAK-ut i hiqen dhëmballët, siç thuhet në zhargonin amerikan, në qoftë se SPAK-u nuk e ka më mundësinë të bëjë atë që është duke bërë sot, atëherë shpëton jo vetëm Belinda Balluku, por shpëton Edi Rama në një tarë më të afërt. Shpëton Sali Berisha, shpëton dhëndri i tij, shpëton i biri i tij, shpëton Fatmir Mediu, shpëton gjithë ata që janë sot në lupën e SPAK-ut dhe gjithë ata që potencialisht do të ishin në lupën e SPAK-ut në momentin që bien këta. Shpëton Ilir Meta, shpëton gjithkush. Pra kjo është një lëvizje e gjithë Parisë në heshtje këta të tjerët, sepse sigurisht këta duhet sillen përpara njerëzve sikur e kanë seriozisht atë që thonë Rama ik, po mjafton të shohësh se kush është në krye të atyre lëvizjeve që është një karagjos si Flamur Noka, sigurisht që nuk e kanë seriozisht, sigurisht që nuk e kanë realisht atë punë, por kjo lëvizje e Edi Ramës i vet gjithë bashk, i bashkon të gjithë dhe i tregon shqiptarëve qartazi, atyre që duan të shohin, atyre që nuk duan të ngelin militant të verbër, atyre që e duan vetveten, fëmijët dhe niprit e vet, atyre që e duan të ardhmen e Shqipërisë, që këta janë gjithë bashk. Këta punojnë si një grup kompakt, që këta kanë ndarë detyrat. I kemi thënë përpara, këtu më duket sikur po përsëris vetveten, po këta kanë ndarë detyrat dhe vazhdojnë të funksionojnë
sipas gjitha mekanizmave që këta kanë mirë vajisur gjatë gjithë këtyre viteve. A do t'ju funksionojë, kjo mbetet për tu parë, sepse siç e diskutuam pak më parë, ka mekanizma ndërkombëtar të cilët janë vënë lëvizje, të cilët askush nga ne nuk i kontrollojmë dot, dhe situatat ndryshojnë ditë ditës. Gjithashtu vullneti i administratës amerikane për të luftuar deri në fund kundër karteleve të drogës duket se nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj. Non grata nuk ka asnjë lloj shansi që të hiqet, dhe do doja t'ju kujtoja që këtë e pata parashikuar unë dhe shumë pak të tjerë, jo shumë të tjerë. Shumica mendonin që me ardhin e Trumpit do të ndryshonte çështja për non gratën, me atë që u mbiquajt pastaj me talli Latifin e politikës shqiptare që erdhi të bëj fushatën, mori $5 milion dhe vazhdon punën e vet në Washington. Asgjë nuk ka ndryshuar. Pra, administrata amerikane ka ruajtur rrugën e vet dhe besoj që do të vazhdoj ta ruaj. Ndaj dhe unë mendoj që çështja është më e thellë se sa Edi Rama me Belinda Ballukun. Paria e Tiranës janë bashkë, janë kompakt, veprojnë bashkë dhe të gjithë kanë një pikë synim, të zhbëjnë atë që është bërë deri më sot nga SBAK-u. Një nga emrat e tjerë të shkarkuar nga Edi Rama është edhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu, për të cilin aludohet se ky shkarkim ka ndodhur për t'i paraprirë një arrestimi të mundshëm nga SBAK-u, duke qenë se ai dyshohet si i lidhur me aferat në portin e Durrësit. Ju në këtë rast si e shikoni këtë shkarkim, domethënë, pse Edi Rama ndërmori këtë vendim për shkarkuar Piro Vëngun duke zëvendësuar po me një ushtar tjetër, po themi të Belinda Ballukut? Sigurisht që, siç e thash më parë, marrëveshja nuk ka të bëjë vetëm me Ballukun, nuk ka të bëjë vetëm me Edi Ramën. Kjo marrëveshje, pra, pikë pari, shkarkimi i disa ministrave është një lloj teknike që e kanë përdorur të gjithë kryeministrat shqiptar të Parisë së Tiranës për të fshehur qëllimin real. Pra, qëllimi real ishte që të largohej ajo që quhej molla e sherrit, dhe tani më i hoqi opozitës edhe çështjen e vet me legjitime që mund të kishte, sepse i nxori palar, i nxori zbuluar, i nxori lakuriq përpara shqiptarëve që nuk kanë asnjë lloj agjende. Ja tani që nuk është më e ashtu quajtura Lubi Balluku, me çfarë do merren demokratët e shkret, për çfarë do dalin në demonstrat. Do thonë Ramaik, po Ramaik kanë rreth 7 ose 8 vjet që kanë thënë në leadershipet të ndryshme. Pra Ramaik kanë thënë që në kohën e Lulbashës, kështu që nuk mendoj që i merr më kush seriozisht në këto thirrjet e tyre, le të djegin, le të përcëllojnë gjithçka, ajo nuk i bën më serioz apo nuk i bën më të besueshëm. Mirë, po për t'ju rikthyer Piro Vëngut, sepse është një personazh interesant, Piro Vëngu, me sa duket, u shkarkua për të ruajtur disa aferat mëdha, të cilat gjithsesi në ditët në vijim do të dalin në sipërfaqe, por Piro Vëngu ka garanci të tjera sepse është një nga njerëzit që ka punuar për shumë kënd, që është një nga njerëzit që ka lidhje me shumë zyrtar dhe me shtete të tjera jashtë konturave të shtetit shqiptar, dhe fakti që Piro Vëngu ishte ministër për një kohë kaq të gjatë dhe ministër kyç i kësaj qeverie është një skandal i përmasave shumë të mëdha, po siç e thash, nuk kemi shtet serioz, kemi shtet karagjoz, kemi shtet i cili përdoret nga Paria e Tiranës për aferat e veta kriminale, kështu që nuk duhet të çuditemi që njëra si Piro Vëngu, për sa kohë që kemi pas Flamur Nokën, ministër të brendshëm, edhe Piro Vëngu ka vendin e vet. Njëri shërben Serbisë, tjetri Greqisë, mirë shumë jemi. Nuk kemi probleme nga ky pikëvështrim, jemi të paraspeshuar. Për t'ju rikthyer sërish argumentit që ju nisët të shtjellonit sa i përket raportit të Edi Ramës me SBAK-un, por edhe vetë Paris me SBAK-un, në mbledhjen e grupit parlamentar Partisë Socialiste Edi Rama u shfaq i tërbuar, po themi në thonjza, si me SBAK-un, po ashtu në mënyrë indirekte edhe me Gjermaninë, teksa duhet kujtojmë këtu që
dhjetorin e vitit kaluar, ministri i jashtëm gjerman ishte në SPAK dhe nuk takoi asnjë nga zyrtarët e lartë apo dhe vetë Edi Ramën. Në këtë rast, pse Edi Rama është tërbuar pra me Gjermaninë dhe rrjedhimisht edhe me SPAK-un? Pikës pare njëherë duhet të nxjerrim në pah sa trash gënjen Rama këto kohë. Dhe Rama nuk është njëri që ka dëshirë të gënjej kaq trash, por është detyruar nga situatat që të gënjej kaq trash. Në njërin krah, para shumë pak kohëve, nuk ka kaluar shumë kohë nga deklarata që do të hymë në Evropë. Para shumë pak kohë u deklaroi që do të hymë në Evropë. Pastaj u deklaroi që do të hymë në Evropë, në atë Evropën e dytë, në kategorinë e dytë të Evropës, në Europa Ligën e Evropës, dhe tani dalim në pikën ku flitet me shumë tërbim, siç e thatë ju, kundrejt lojtarit themelor kryesor të Evropës që është Gjermania. Pra, si do hyjë në Evropë zoti Rama, si do ta sipas tij e ka çuar ai Shqipërinë në Evropë, qeverisja e tij, ndërkohë që ai sulmon kaq fort dhe me kaq vrull dhe me kaq tërbim aktorin kryesor që vendos. Sigurisht që ne deri më sot kemi pasur veto nga vendet të tjera, si Danimarka e tjerë, por mos harroj kush që në Evropë asgjë nuk ndodh pa bekimin e Gjermanisë, është vendi më i fuqishëm në Evropë sot për sot, edhe në Bashkimin Evropian. Ndoshta bashkë me Francën, në dualitet me Francën, po për çfarë integrimi flasin këta që vazhdojnë edhe tallen me shqiptarët për të thënë integrimi evropian e të tjera. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, tërbimi i Edi Ramës me SPAK-un është jo vetëm real, por është edhe strategjik. Unë mendoj që i shërben besueshmërisë së tij ndaj sindikatës ndërkombëtare të krimit, ndaj Ballukut, ndaj Vëngut, të cilëve ai ju jep garancinë që këtë herë nuk po flet thjesht përpara grupit parlamentar, se duhet jemi të qartë. Të gjithë kryetarët e Parisë së Tiranës kanë folur përpara grupeve parlamentare, kanë thënë gjithçka dhe nuk e kanë vrarë shumë mendjen nëse grupi parlamentar i ka besuar apo jo. Kanë thënë gjëra të cilat nuk i kanë bërë kurrë, kanë thënë gjëra të cilat i kanë mohuar të nesërmen. Pra, dalje përpara grupit parlamentar nuk është aq e rëndësishme. E rëndësishme është mesazhi që përçohet përtej grupit parlamentar. Është mesazhi që i jepet sindikatës ndërkombëtare të krimit, Ballukut, Vëngut, dhe gjithë atyre që janë të shqetësuar nga ky përparim i SPAK-ut, sepse siç e kemi thënë më parë, drejtësia është limfa e çdo shteti dhe në momentin që Edi Rama nuk kontrollon dot më drejtësinë, atëherë ai bëhet i panevojshëm edhe për ata njerëz që e mbajnë në pushtet. Ata njerëz që e mbajnë pushtet nuk është që e duan Edi Ramën se është as djali i bukur dhe as djali i Zotit. Dhe e duan, e kanë dashur, e kanë vënë aty sepse e ka qenë i dashur për huajt, pra ka garantuar një marrëdhënie me huajt dhe është treguar jashtëzakonisht shumë i aftë për të ruajtur gjitha balancat, për t'i dhënë gjithkujt nga një copë nga torta e madhe e shqiptarëve, përveç shqiptarëve sigurisht, po gjithë këtyre grupeve të ndryshme që e kanë mbajtur në pushtet ju ka dhënë nga një copë tortë. Tani copa e tortës është duke u zvogluar dhe rrezikon të fusë në burg dhe këta i kërkojnë llogari Edi Ramës dhe i thonë që dakor, tani ti je në pushtet, ti duhet të biesh mbi shpatë dhe ti duhet na garantosh që ne jo vetëm që nuk kapemi, por që kushdo që vjen mbrapa teje do të jetë sërish pjesë e këtij sistemi. Ky është problemi i Edi Ramës dhe këtë është duke kryer ai me daljen e fortë kundër Gjermanisë. Unë besoj që do të ketë dalje të tjera, nuk ka përfunduar. Shpallja e luftës ndaj agjendës perëndimore në Shqipëri është një shpallje e lufte tani më e hapur, sepse rrezikohet shumë çka, ju rrezikohet pushteti dhe Paria e Tiranës në mënyrë kompakte vazhdon të veprojë në këto konture. Zoti Roj, si e shikoni sjelljen e Edi Ramës, i cili ishte në bordin e paqes dhe mbajti fjalim aty në mbrojtje të Hashim Thachit dhe vetë luftës ushtrisë shënjtare të Kosovës, dhe më pasi u kthye në Shqipëri dhe pasi mbajti këtë fjalim në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qasin që pati ndaj Gjermanisë, ai bashkohet me Aleksandr Vučić dhe bën një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se
projekti për integrimin në Bashkimin Evropian do duhet të jetë ndryshe nga sa është ai aktuali. Çfarë po ndodh në këtë rast ku nga njëra anë sillet si patriot dhe nga ana tjetër bëhet bashkë me Vučićin për të propozuar një tjetër integrim në Bashkimin Evropian, teksa dihet se si Serbia sillet me vetë Bashkimin Evropian? Gjysmë me të qeshur, po do t'ju referoj tek përgjigje që kam dhënë herën tjetër që kemi folur bashkë, sepse ishte tamam përgjigje për këtë lloj pyetje. Nëse ju kujtohet e pata parashikuar dhe pata thënë në atë kohë që mirë bëri që foli, mirë bëri që evidentoi çështjen e madhe të komandantëve të TÇK-s, një çështje e cila nuk ka mbaruar dhe e cila vazhdon. Mirë bëri që gjeti një forum aq të rëndësishëm botëror, mirë bëri që ja shfaqi ndukje presidentit Trump publikisht, pra pa asnjë lloj rezerve. Mirë po ky ishte i njëjti person që i thonte vlla Aleksandar Vučićit, që është njëri nga ish-zëdhënësit e Miloševićit dhe një nga njerëzit i cili është marrë me gjenocidin edhe në Bosnjë por edhe në Kosovë. Kështu që përgjigja mbetet po ajo që kam thënë herën e fundit, mbetet e njëjta gjë. Unë nuk kisha asnjë lloj keq kuptimi që zoti Rama nuk e kishte seriozisht. Në politikën e jashtme vlejnë veprimet më shumë se sa fjalët. Nëse do ta kishte seriozisht dashurinë për Kosovën, zoti Rama do të kishte bashkërenduar agjendën e vet me drejtuesit në Kosovë, do të kishte gjetur gjuhën, do të kishin bërë një strategji të përbashkët për bashkimin e shqiptarëve, e cila është tema më e rëndësishme në këtë periudhë lufte. Bota po ndryshon, vetëm shqiptarët duan të mbesin të ndarë në 5 shtete, gjë që nuk është reale, nuk është e vërtet, por qeveritë tona, paritë tona nuk bien dakord për të ndarë copën e kulaçit, dhe për shkak të kulaçit tyre humbin shqiptarët. Pra zoti Rama nuk e kishte seriozisht, politikat e tij nuk kanë qenë serioze as ndaj Kosovës, as ndaj Iliridës, as ndaj shqiptarëve jashtë atë. Ai forumi apo summiti, siç e quhen ai, diasporës, është qesharak. Është një summit që i shërben interesave të 2-3 organizatorëve që vinë marrin ndonjë tender të fshehtë dhe me anë të atij tenderi mbyllin gojët. E kështu edhe gjithë të tjerat janë thjesht vegla që përdoren për konsum publik. Pra, zoti Rama nuk e ka pasur kurrë seriozisht, nuk i ka dashur kurrë shqiptarët. Është anti-shqiptar, ashtu siç është anti-shqiptar edhe Sali Berisha që përgjërohet për Kosovën, por që në momente kyçe ka vepruar totalisht kundër Kosovës, ka arrestuar Adem Jasharin dhe komandantët e UÇK-s në vitet 90, e ka quajtur UÇK-n terroriste, e të tjerë. Pra, gjithë këta janë njerëz që nuk i kanë dashur kurrë shqiptarët, nuk kanë vepruar kurrë për shqiptarët. Edi Rama ka pas dhënë intervista në kohë të UÇK-s, ku intervista shumë të mira në media ndërkombëtare që kanë kryer një lloj pune, por sapo erdhi në pushtet është sjell si një baron i një çiftligu i cili rrezikohet nga Kosova, i cili rrezikohet nga ndjenja kombëtariste e popullit të Kosovës, sepse në qoftë se do ta merrte parasysh kombëtarizmin e Kosovës, atëherë do t'i duhej që ta zhvendoste vëmendjen nga vjedhja e vet, nga hajnia e vet, nga mënyra se si e ka ndërtuar shtetin për të vjedhur ai dhe shokët e tij dhe paria, në atë që duhet ishte realiteti, që ishte të ndërtojmë një shtet për të shërbyer kombit shqiptar me objektiv afatmesëm apo afatgjatë bashkimin e shqiptarëve, me objektivat të qarta të kohës së mesme, të shkurtër, me aleanca të qarta, e të tjera që mos zgjatemi shumë më tepër, po do të kishte ndërtuar një ushtri të fortë që të shërbente Kosovës, do të kishte bashkërenduar arsimin, do të kishte bashkërenduar shumë çka. Gjë më e madhe që ka bërë në këtë pikë është teatri. Zoti Rama luan teatr shumë mirë, duhet kishte qenë aktor, pavarësisht se në ato fillimet e veta ndoshta ka dashur të jetë aktor, se me njerëz të tillë shoqëruar, po si aktor është i mrekullueshëm zoti Rama, po në realitet është një nga armiqtë e agjendës shqiptare. Zoti Roj, dhe i pyetja e fundit, si e shikoni fatin e Hashim Thaçit në procesin e Hagës? Dhe nëse ai lirohet, a mendoni se mund të rikthehet në politikë, edhe pse ai e ka mohuar, po themi gjë të tillë që do të merrej me politikë nëse rikthehet në Kosovë, dhe sa e rrezikon vet Albin Kurtin nëse rikthehet në politikë?
Shikoni, pikëpari unë nuk kam kontakte me Hashim Thaqin, dhe të jemi sinqert nuk kam as miqësi me të. Ajo që unë them dhe që kam thënë dhe do të vazhdoj ta them deri në fund është bazohet parimisht në parimin. Hashim Thaçi është heroi shqiptarëve, jo i Kosovës. Jo thjesht i Kosovës. Është heroi shqiptarëve sepse ka luftuar në kuadër të UÇK-s me betimin se do t'jap jetën dhe gjakun tim për bashkimin e trojve shqiptare. Për këtë janë betuar ushtarët e UÇK-s. Hashim Thaçi ka luftuar në moment kyç për Kosovën dhe për Shqipërinë dhe për të gjithë shqiptarët dhe për shkak të atyre veprimtarive që ka bërë, të asaj veprimtarie dhe të rambujeset shumë çka e tjetër që të mos i listojmë të gjitha këtu, Hashim Thaçi është hero. Për më tepër, pas lufte Hashim Thaçi u bë president i Kosovës, një president me shumë influencë që dominoi skenën politike. Pra përveç se heroi shqiptarëve, është edhe një nga njerëzit më me influencë në politikën e shtetit të Kosovës, e këtij shteti të ri. Nga këto dy pikëvështrime është e pa imagjinueshme se si një ish kryetar shteti, i cili la detyrën dhe u paraqit vet vullnetarisht në Hag, mbahet 5 vjet e kusur, po bëhen 6 në paraburgim. Është e pa imagjinueshme, asnjë drejtësi të botës, edhe Kim Jong-uni nuk do ta kishte mbajtur 5 vjet e gjysmë, do ta kishte paktën do ta kishte dënuar brenda një periudhe më të shkurtër kohe. Pra, njëra anë e medaljes është kjo. Ana tjetër e medaljes është që asnjë nga autoritetet shqiptare, as në Prishtinë dhe as në Tiranë, nuk e kanë pasur seriozisht denoncimin e kësaj gjykate dhe denoncimin e kësaj padrejtësie të madhe që është bërë Hashim Thaçi. Kjo që ndron, sido që ta argumentoj gjithkush, është për turpin e Paris Tiranës, po Paria Tiranës nuk ka turp, kështu që nuk e ka shumë problema të punë, por është për turpin edhe të Paris aktuale të Prishtinës, që nuk e kanë vendosur këtë çështje në qendër të vëmendjes dhe nuk e kanë bërë kazus me ndërkombëtarët. Për shkak se i friksohen Hashim Thaçit politikisht. Tani, a do të kthehet në politikë? Unë nuk e di. Gjasat janë që nëse del i pafajshëm, që unë e uroj me gjithë shpirt e me gjithë zemër, edhe për shkak se nuk besoj se populli i Kosovës do ta pranojë me shumë qetësi që herojtë e tij të anatemohen nga një gjykatë e cila i merr informatat nga Ministria e Brendshme në Beograd dhe nga ish-zyrtarët e Miloševićit. Nuk besoj që popullin do ta pranojë me aq qetësi këtë punë. Le ta pranojë sa do Albin Kurti dhe ministri e tij e jashtme. Por tani edhe nëse deli pafajshëm, unë nuk mund ta di nëse kthehet në Kosovë për t'ju rikthyer politikës. Unë mendoj që koha e Hashim Thaçit ka mbaruar si politikan i lartë. Hashim Thaçi mund të jetë një nga njerëzit më influent në Kosovë, por do të ishte dashur që të kishte mundësuar gjeneratën e re në PDK, gjeneratën e re brenda atyre që quhen krahu i luftës, të cilët ta kishin marrë stafetën e ta kishin çuar më tej, ndoshta edhe nuk do të ishte në burg sot. Por me gjithë gabimet e tij ai mbetet hero i shqiptarëve, hero i Kosovës dhe gjasat janë që nëse kthehet në Kosovë të rifutet dhe një herë tjetër rrugës politike. Më lejo këtu të bëj edhe një ndërhyrje tjetër. Nuk është që i mungojnë personazhet Kosovës. Nëse Kosova do vërtet të japi një sinjal të fortë të objektivave reale, nuk i mungojnë njerëzit, nuk i mungojnë kandidatët, nuk ka nevojë që të jetë i lindur dhe i rritur në Kosovë, po ka kandidat në gjykimin tim që i përmbushin të gjitha kriteret për të qenë president me nder të Kosovës, të cilët do të ishin jashtëzakonisht shumë të vlefshëm për Kosovën, pikërisht në këtë moment jashtëzakonisht shumë delikat në mes të një lufte botërore.
më vjen në mendje për shembull një ish zëdhënës i UÇK-s në Washington, profesor Shanasi Rama, i cili do të ishte një president i mrekullueshëm i Kosovës, por pikërisht për këtë nuk mendoj se ka shumë shanse, për shkak se në Kosovë dhe në Prishtinë ende nuk po mendojnë për atë që duhet bërë, fatkeqësisht mjerisht, nuk po mendojnë për të bërë një qeveri të përbashkët, nuk po mendojnë për të bërë një lloj qeverisi të shpëtimit kombëtar, ende jo, dhe nuk po mendojnë që t'i vendosin çështjet e shtetit përpara çështjeve të pushtetit. Por më lejo që ta përmend këtu që njerëz kanë sa ata duan. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.